tuaja të fundit për gjuhën shqipe mes statusit juridik dhe interpretimit politik. Debati vazhdon edhe sot, por kush ka të drejtë në këtë? Dhe si do të jetë fundi i kësaj që kanë nisur studentët në gjykimin tuaj? Gjykimi im ka qenë i prerë, zoti Balla, që 15 vjet ndoshta qysh me arritje marrëveshësorit, me që shpesh herë kam cekur edhe zotri James Pardew, që ishte garantuesi i marrëveshësorit nga ana e Washingtonit, ai po ashtu në librin e tij, do thotë po e përmend shumë hapur se shqiptarët 3 orë para, do thotë pala shqiptare në atë kohë, do thotë në telefonat në atë kohë me ish liderin e PDSH-s, zoti Albert Xhaferi, thotë 3 orë para se në shkruajnë marrëveshja, hoqën dorë edhe nga 2 kërkesat që ishin të garantuara nga zoti Lotar dhe ne, Washingtoni, domethënë që ka qenë policia të administrohet nga qeveria lokale, nga veçeverisja lokale dhe gjuha shqipe në tërë territorin e Maqedonisë, do thotë tjetë që gjuhë zyrtare. Domethënë ai thotë që hoqën dorë, libri është botuar në 2017, e kam unë, e ka opinioni, unë nuk e di pse gjithmonë po i shmangin këto fakte dhe po bëjnë një zhurmë të çuditshme në opinion, që për gjëra që duhet ishin zgjidhur shumë kohë më parë, edhe ne pas 2 dekadash po përballemi me të njëjta gjëra, po i fusin në çor sokakun, siç kam qenë gjenerata ime, që u plakëm me këto probleme, po fusin e të rinj tani që në vend që të përballen me sfidat e kohës, me inteligjencë artificiale, që të përparojnë ato ende po merren, po i fusin në atë borgull që të merren me probleme të së shkuarës. Protesta është shumë e qelluar, unë mbështes çdo, jam vetë pedagog, e di që kemi hequr për atë gjuhë shqipe, kam studiuar në atë universitet ku jam marrë për ditë pyetje, edhe si pedagog, po edhe si student, sepse mbi të gjitha arsimimi i shqiptarëve ka qenë problem në Republikën e Maqedonisë Veriut. Askush nuk ka dashur që të ketë shqiptar të arsimuar këtu, sepse do të përbënin problem për, do thotë, do ta cënonin shtetin në atë nomenklaturën e ish Jugosllavisë që është mbruajtur në kuzhinat e Akademi Shkencave të Jugosllavisë asaj kohe, domethënë i dinë projektet e Çubriloviçit e kështu me radhë nga 57 e këndej. Dhe po të them me keqardhje se fatkeqësisht nuk po ndryshon asgjë. Studentët shumë mirë që protestojnë, unë i mbështes fuqishëm, por protesta sot do duhet ishte në selinë e BDI-s për më tepër. Do thotë sepse ata manipuluan për histet atyre them që kanë qenë më gjatë në pushtet, ata po bën zhurmë, bën tellallëk ta quaj kështu, me gjuhën shqipe dhe u pa që problemi është aty ku nuk duhet ishte. Është jo logjike, domethënë këtë ta kërkosh edhe në Amerikë, ja, kush merr leje në Amerikë, nuk e di gjuhën angleze, domethënë ka drejt përkthimi dhe po ja interpretojnë në gjuhën shqipe, domethënë qëllimi është që njeriu të ecë përpara. Këto janë gjëra që nuk duhet të ndodhin. Megjithatë, e kam thënë shumë në këtë mes e ka në gjykimin tuaj BDI-ja që 20 e ca vite në pushtet dhe tani sot nuk duhet dalë kritikojë atje. Ka luajtur rol herë opozit, herë me BDI-n, herë me ashtu, domethënë kanë qenë ato mutacione që i quaj unë, gjithë e kanë farë. Nuk e po flas për Vlenin sepse ata në qeveri ata kanë qenë BDI, kështu që në kryetari marrëveshjen me emrin, domethënë duke mos kërkuar asgjë për shqiptarët dhe për Shqipen, aty ishte Sela, ishin gjithë aktorët politik. Ata sikur po bëhen, do të thotë jam bashkë, po luajnë një lojë kështu teatro, po bëhen nuk e di, nuk e kuptoj ende arsye. Pastaj për kartat regionale, zotri Balla, për ta treguar se siç është, kartën regionale që është, me që dim se Unioni Evropian nuk ka arritur për shkak nacionalizmat theksuara, me që kanë përthyer Habermasin dhe i njoh këto probleme shumë mirë. Domethënë nuk arrit dot të bëjë një kushtetues dhe kemi konventa të ndryshme. Një nga ato është edhe karta për regionale për të drejtat dhe gjuhën e pakicave kështu me radhë. Domethënë Maqedonia ka nënshkruar në 96-ën, e ka nënshkruar me që përpiqet, do të aspiron për të bërë pjesë e Unionit Evropian, edhe ta pyetni ju si gazetar gjithë faktorin politik shqiptar sot, përse nuk është ratifikuar në Parlamentin e Maqedonisë Veriut. Edhe sot nuk është ratifikuar kjo kartë. A e dini pse? Sepse do kishte atë gjuhë shqipe, sepse ne jemi mbi 20% me kartën evropiane, domethënë të drejtave, të pakicave dhe të gjuhëve kështu me radhë, në një territor politik, siç është Maqedonia Veriut.
Po të arrinin 20%, ne jemi 7%. Fatkeqësisht ne jemi 7%. Do me thënë, jëmë përfituar në kurriz të Shqipes, në kurriz të popullit shqiptar, kanë bërë biznese, kanë bërë çmos, edhe kanë luajtur rolin e profetëve që dalin profet rreshtë. Do me thënë, prandaj nuk është ratifikuar kjo kartë ende, pyetni si gazetar, Volumtoni është nënshkruar në 96-ën, edhe sot e kësaj dite nuk është ratifikuar në parlamentin e Maqedonisë, sot Maqedonia e Veriut. Do me thënë, nga 96-a deri në 26-a, për 20 vjet kjo kartë nuk është ratifikuar, sepse shqiptarët e 20% të ishin 20%, ne jemi më shumë. Po zyrtarisht jemi 24 piksa, me rrudhjen plus diaspora që është jo rezident, bën një manipulim edhe aty që nesër nuk do të mund edhe ata të përfshihen në proces. Po, është një tjetër problem që ju e keni ngritur edhe në bisedat e para që kemi thënë. Kur edhe 1%, duke ne do atrokitur se kemi pa arritje të mëdha, edhe ne dalim humbës të gjithë situatat. Më kuptoni çfarë them. Mund vjen keq për studentët. Po, studentët duket sikur janë unë kam përthyer në Gjermani për nuk e di sa vjet. Për gjykata e kështu, çdo këtë akusi jepet në gjuhën shqipe sepse ka të bëjë me jetën e atij, me tarmën e atij. Nesër mund burgoset njeriu për një përfil keq. Domethënë njeriu do ta di, juridiku do ta di me që bëhet fjalë për jetë njerëzish. Nuk është s'dia kuptoni ku është problem. Zoti Balla, ne e kemi mësuar maqedonishtën, ka qenë koha, ka qenë sistemi unitar. Do të thotë sistem ta quaj kështu dhunues në atë aspekt. Do të thonë neve na nalë shkollat gjimnast tërçohëm në 88-ën, 89-ën. S'kishim drejt as gjimnast, unë kam shkuar Shkup të bëj gjimnazin. Do me thënë, qëllimi ka qenë që shqiptarët mos përparojnë. Megjithatë, sepse se do të luajnë edhe ata që ne u japim vot, për të na përfaqësuar, për të na garantuar të drejta. Këtë nuk e kisha besuar, edhe nuk mund ta besoj edhe sot. Do me thënë, më duket absurde si është e mundur ka të shumë manipulim me një drejtë elementare që takon çdo njeriu, me që Maqedonia do ta di. Maqedonia po mos ishin shqiptarë, po mos ishte diaspora. Ne kemi investuar, ne me para kemi mbajtur këtë shtet. Ky shtet motikon nuk do të ekzistonte i tij. As 1% nuk do kishte këtë zhvillim siç e ka sot. I ka society diasporës që ka $20 miliard euro sjell në vit e kështu me radhë. Edhe thonë edhe dalin dhe tregojnë prava pastaj. Më kuptoni, është diçka që mua më vjen shumë. Profesor, si mendoni që do jetë vazhdimi i kësaj? Pra, duhet kërkohet ajo e Komisionit Venecia si